Horoskopi ditor e shtunë 27 dhjetor 2025. Dashi. Rreshtimi planetar i sotëm nxjerr në pah komunikimin dhe lidhjet e reja. Mund të frymëzoheni për të kontaktuar dikë për të cilin keni menduar. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të nxitur mundësitë e rrjedhëzimit, pasi Merkuri ndikon në sektorin tuaj shoqëror. Profesionalisht keni mundësinë të ndani ide që i bëjnë përshtypje bashkëmoshatarëve tuaj. Mbani një mendje të hapur dhe jini gati të dëgjoni sa më shumë që flisni. Emocionalisht besoni intuitës suaj, po ju udhëzon drejt zbulesave të rëndësishme. Dashuria është e butë sot. Nëse jeni në një lidhje, prisni një atmosferë harmonike. Beqar, kjo është një ditë e shkëlqyer për të takuar njerëz të rinj. Financiarisht, fitime të papritura mund të vinë nga sipërmarrje krijuese. Nivelet tuaja të energjisë janë të larta, duke mbështetur aktivitetet fizike dhe mendore. Përdoreni këtë për të trajtuar çdo detyrë të mbetur pezull. Mbrëmja është ideale për ndjekje krijuese ose aktivitete të kohës së lirë. Përqafojeni këtë energji të gjallë për të maksimizuar lidhjet dhe produktivitetin tuaj sot. Kapni mundësitë që shfaqen sot. Demi. 27 dhjetori nxjerr në pah temën e ekuilibrit dhe kujdesit për veten për ju, ndërsa hëna lëviz në përshenjën tuaj. Dita e sotme është perfekte për të përqendruar në mirëqenien personale dhe stabilitetin emocional. Kushtojini vëmendje zërit tuaj të brendshëm. Mund t'ju udhëheq drejt ndryshimeve të nevojshme në stilin e jetës ose rutinat. Profesionalisht bëni një hap prapa për të rivlerësuar projektet tuaja aktuale. Njohuritë tuaja praktike mund të zbulojnë shtigje të reja përpara. Financiarisht ka të ngjarë të gjeni stabilitet dhe ndoshta edhe të merrni në konsiderat investimet e ardhshme që premtojnë siguri. Sa i përket marrëdhënieve, ka shumë për të fituar nga komunikimi i hapur dhe i ndershëm me të dashurit. Demat beqar mund të ndihen të tërhequr nga dikush me një perspektivë unike sot. Dëgjoni dhe mësoni, ata mund të ofrojnë pikpamje të reja. Ndërsa Venusi forcon anën tuaj krijuese, angazhohuni në aktivitete që stimulojnë shisat tuaja të bukurisë dhe estetikës. Kjo mund të jetë një kohë e mrekullueshme për planifikimin e qëllimeve afatgjata. Mos harroni, sot ka të bëjë me ruajtjen e harmonisë në të gjitha aspektet e jetës. Ushqeni shpirtin dhe trupin tuaj. Binjakët. Energjitë e sotme po vërtiten me gjallëri intelektuale. Me Merkurin që ndikon në shtëpinë tuaj të karrierës, mund të zbuloni mundësi të reja për rritje dhe bashkëpunim. Mbështetuni në kuriozitetin tuaj natyror. Mund të zbuloni informacione të vlefshme që hapin dyer. Aftësia juaj për të artikuluar mendimet tuaja ju bën një komunikues të fuqishëm sot. Kështu që mos hezitoni të ndani ide. Sidoqoftë, mos harroni të dëgjoni në mënyrë aktive gjithashtu. Kjo mund të çojë në dialogje kuptimplote. Dashuria merr një kthes mbështetëse. Partneri juaj vlerëson mirëkuptimin dhe empatinë e vërtetë. Dhe beqarët mund të gjejnë gëzim në biseda të lehta. Financiarisht merrni në konsiderat rivlerësimin e buxhetit ose investimeve tuaja, duke u siguruar që ato përputhen me qëllimet afatgjata. Emocionet janë të larta sot, kështu që ruajtja e ekuilibrit është çelësi. Bëni pushime të shkurtra për meditim ose reflektim nëse ndiheni të mbingarkuar. Në aspektin shoqëror, miqtë ofrojnë shpërqendrime dhe të qeshura të mirëpritura. Kapni mundësitë për diskutime të thella dhe ndjekje intelektuale ndërsa dita zhvillohet. Mbajeni mendjen tuaj të hapur dhe gati për frymëzim. Gaforria. Energjia e sotme kërkon vetanalizë emocionale dhe rritje personale. Ndikimi i hënës në sektorin tuaj introspektiv ju inkurajon të reflektoni mbi përvojat e kaluara dhe të kërkoni mbyllje. Ky është një moment ideal për të eksploruar ndjenjat e pasgjidhura dhe për të lënë mënjan atë që nuk ju shërben më. Profesionalisht, njohuritë tuaja empatike mund të ofrojnë qartësi në mjediset e ekipit, duke nxitur bashkëpunimin dhe progresin. Mos hezitoni të shprehni mendimet tuaja, të tjerët e vlerësojnë perspektivën tuaj unike. Marrëdhëniet përfitojnë nga fryma juaj edukuese. Partnerët ose miqtë e ngushtë do ta vlerësojnë mbështetjen tuaj të kujdesshme. Beqarët mund të takojnë dikë që rezonon në një nivel të thellë emocional, duke shkaktuar kimi interesante. Financiarisht këshillohet kujdes. Shmangni blerjet impulsive dhe përqendrohuni në stabilitetin afatgjat. Një mbrëmje relaksuese me të dashurit ose angazhimi në një hobi krijues mund të ofrojë ngushëllim. Mos harroni kujdesin për veten. Kënaquni me një kalim kohe të preferuar për të rimbushur. Energjitë e sotme mbështesin qëndrueshmërinë emocionale, duke hapur rrugën për transformim personal. Luani.
Dita thekson kreativitetin dhe shprehjen e vetvetes. Me diellin që ndriçon anën tuaj artistike. Ndiheni të frymëzuar për të filluar projekte të reja krijuese që shfaqin talentet tuaja. Kjo është një kohë e mbar për vendosjen e qëllimeve ose ringjalljen e pasioneve të harruara. Në vendin e punës, leadershipi juaj dhe idetë inovative i bëjnë përshtypje atyre përreth jush. Ndani vizionin tuaj me besim. Entuziazmi juaj është ngjitës. Në dashuri shprehni ndjenjat tuaja hapur. Partnerët vlerësojnë ngrohtësinë dhe karizmën tuaj, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen me magnetizmin e tyre natyror. Miqtë ju presin për plane emocionuese, dhe energjia juaj shoqërore është në nivel të lartë, duke e bërë atë një ditë të mrekullueshme për mbledhje ose përpjekje në grup. Financiarisht, mendoni afatgjat, merrni parasysh pamjen më të gjerë para se të merrni vendime. Balanconi momentet e ngarkuara me relaksimin për të ruajtur harmoninë e brendshme. Praktikat meditative ndihmojnë në përqendrimin e mendimeve tuaja. Përqafoni veten tuaj autentike dhe lëreni dritën tuaj të brendshme të shkëlqej. Energjia juaj e guximshme lë një ndikim pozitiv, duke krijuar lidhje kuptimplote. Virgjëresha. Shtrirja kozmike sot me rrit aftësitë tuaja praktike dhe vëmendjen e mprehtë ndaj detajeve. Ndërsa ndikimi i Mërkurit përshkon, është një ditë ideale për të organizuar dhe përmirësuar projektet. Përdoreni këtë energji për të pastruar si hapësirat fizike, ashtu edhe planet mendore. Profesionalisht, efikasiteti juaj shkëlqen. Të tjerët admirojnë përkushtimin dhe aftësitë tuaja të mprehta analitike. Ofroni njohuritë tuaja në përpjekjet bashkëpunuese, ndërsa kontributi juaj fiton vlerësim. Emocionalisht, ekuilibri është çelësi. Sigurohuni që angazhimet e punës të mos i lënë në hije përgjegjësitë personale. Në dashuri, komunikimi transparent nxit besimin. Partnerët vlerësojnë besueshmërinë tuaj dhe beqarët mund të gjejnë interes në biseda kuptimplote dhe të menduara mirë. Financiarisht, është një kohë e mirë për të rishikuar buxhetet ose për të marrë në konsiderat strategjitë e kursimit. Hapat e vegjël dhe të qëndrueshëm drejt objektivave tuaja do të japin rezultate të rëndësishme. Në mirëqenie, keni kujdes për të mbajtur një rutinë të shëndetshme mes agjendës suaj të ngjeshur. Relaksimi përmes leximit ose meditimit shërben për t'u rigjallëruar. Qasja juaj metodike siguron përparim dhe stabilitet, virgjëresha. Përdoreni atë për të krijuar paqe të qëndrueshme. Peshorja. Sot është një akt balancimi ndërsa lundroni midis ambicieve personale dhe marrëdhënieve. Me Venusin që udhëheq ndër veprimet shoqërore, shfrytëzoni këtë energji të butë për të nxitur harmoninë në partneritete. Në punë, projektet bashkëpunuese përfitojnë nga diplomacia juaj. Kolegët vlerësojnë njohuritë dhe kreativitetin tuaj të drejtë. Lidhjet e dashurisë forcohen përmes aktiviteteve të përbashkëta dhe dialogëve të përzemërt. Beqarët mund të gjejnë takime simpatike që ndihen të rastësishme. Nga ana shoqërore, ngjarjet ofrojnë gëzim, prandaj përqafoni mundësitë për t'u angazhuar me miqt. Financiarisht, provoni një qasje të ekuilibruar ndërsa peshoni shpenzimet kundrejt qëllimeve afatgjata. Kreativiteti lulëzon, duke e bërë atë një ditë të përshtatshme për shprehje artistike. Besojini instinkteve tuaja estetike kur merreni me projekte personale ose profesionale. Emocionet mund të luhaten me dinamikën shoqërore të ditës. Prandaj sigurohuni kohë për kujdesin ndaj vetes për të ruajtur ekuilibrin e brendshëm. Meditimi ose yoga sjellin qetësinë e nevojshme për t'u rimbushur. Përqafoni kompromiset për përfitime të ndërsjella. Natyra juaj adaptueshme nxit shkëmbime kuptimplote dhe nxit pozitivitetin brenda rrjedhës kozmike të sotme. Akrepi. Energjitë e 27 dhjetorit inkurajojnë vetanalizën dhe fuqizimin. Ndërsa Marsi fuqizon sektorin tuaj intuitiv. Besoni zërit tuaj të brendshëm ndërsa përballeni me vendime. Profesionalisht, është e mençur të rishërtoni projektet në vazhdim. Njohuritë tuaja strategjike mund të zbulojnë mundësi të reja për avancim. Ofroni reagime me vetëdije. Pasi analiza juaj perceptuese mund të nxjisë suksesin e ekipit. Peizazhet emocionale thellohen ndërsa lidhjet forcohen në marrëdhënie. Partnerët vlerësojnë intensitetin tuaj, ndërsa beqarët mund të krijojnë lidhje interesante përmes shkëmbimeve kuptimplote. Financiarisht vlerësoni investimet me kujdes, duke u përqendruar në kërkime dhe potenciale afatgjata. Studimet mistike ose temat ezoterike magjepsin sot, duke ofruar pasurim shpirtëror. Balanconi fokusin tuaj me relaksim. Ndjekjet krijuese dhe meditimi ruajnë ekuilibrin tuaj. Përqafoni pasionet që nxisin transformimin. Eksplorimi i talenteve të fshehura mund të jetë i dobishëm.
Energjitë e sotme favorizojnë zhytjet e thella, duke nxitur mirëkuptimin dhe rritjen e thellë. Kanalizoni fuqinë tuaj në ndjekje që ushqejnë si mendjen ashtu edhe shpirtin, duke përgatitur skenën për sukseset e ardhshme. Shigjetari sot ofron një vorbull energjie optimiste, ndërsa Jupiteri frymëzon aventurë dhe rritje. Ju jeni të shtyrë të ndiqni njohuritë dhe të eksploroni horizontet tuaja. Zhytuni në aktivitete ose studime që zgjerojnë mendjen tuaj. Përpjekjet profesionale përfitojnë nga pikpamja juaj vizionare. Ndani ide të gjera që frymëzojnë dhe motivojnë të tjerët. Bisedat kyçe zbulojnë rrugë për avancim në karrierë. Në dashuri, shpirti juaj i gjallë tërheq partner dhe admirues të rinj, duke shtuar një shkëndi në marrëdhëniet aktuale. Ndërsa entuziazmi juaj është ngjitës, sigurohuni që të merrni momente për të mbështetur veten. Financiarisht, vlerësoni çdo rrezik dhe planifikoni për rritje të qëndrueshme. Përqafoni aktivitete fizike për të balancuar mundësitë me energji të lartë të ditës. Aventurat në natyrë ju gjallërojnë. Ngjarjet shoqërore dhe mundësitë e rrjedhëzimit janë të shumta, por jeni të vetëdijshëm për angazhimet e tepërta. Kreativiteti shpërthen sot. Kanalizojeni atë në projekte që ju emocionojnë dhe ju shtyjnë përpara. Hidhuni në ditë me optimizmin si udhërfyesin tuaj. Energjia juaj rrezatuese hap dyert për potenciale të paeksploruara dhe lidhje të gjalla. Britsjapi 27 dhjetor fton stabilitet dhe zgjuarsi ndërsa lundroni në energjitë e sotme. Hëna thekson këmbënguljen, duke ju shtyrë të përballoni detyrat me saktësi metodike. Mjediset profesionale ofrojnë mundësi për të demonstruar vendosmërinë tuaj. Ngritja e nivelit mund të fitojë respekt dhe përgjegjësi të reja. Strategjizoni komunikimin dhe prezantimin për ndërveprime me ndikim. Në marrëdhënie, prania juaj e bazuar siguron partnerët dhe lidhjet e mundshme që vlerësojnë besueshmërinë tuaj. Beqarët mund të zbulojnë shtresa më të thella në shkëmbimet shoqërore, duke forcuar lidhjet. Financiarisht, rivlerësoni buxhetet për të siguruar që ato përputhen me qëllimet e ardhshme. Investimet praktike në zhvillimin personal japin kthime pozitive. Ekuilibri emocional lulëzon me kujdesin për veten. Zhytuni në praktika restauruese si reflektimi i qetë ose shëtitjet në natyrë. Ndërsa Saturni ndikon, disiplina mbështet progresin. Por mos harroni të zbutni rutinat e ngurta duke lejuar spontanitetin dhe lojën. Përqafoni durimin dhe këmbënguljen, britsjap. Përpjekjet tuaja të vazhdueshme hedhin themelet për sukseset e ardhshme, duke e bërë të sotmen produktive dhe përmbushëse. Ujori sot është plot ide inovative dhe mundësi sociale, ndërsa Urani rrezaton paparashikueshmëri dhe emocion. Angazhohuni në projekte që kërkojnë zgjidhje krijuese të problemeve dhe mendim origjinal. Në karrierën tuaj, perspektivat tuaja jo ortodokse tërheqin vëmendje pozitive. Prandaj mos u nguroni të propozoni zgjidhje të përparuara. Ndërmarrjet bashkëpunuese janë të frytshme dhe aftësia juaj e rrjedhëzimit përmirësohet, duke hapur dyert për alianca premtuese. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në një mjedis të mbushur me biseda stimuluese. Beqar, perspektivat interesante shfaqen aty ku më pak prisni. Financiarisht, eksploroni rrjedha të reja me kujdes, duke u përqendruar në ato që përputhen me vlerat tuaja. Aktivitetet shoqërore ofrojnë pushime emocionuese nga rutina. Përqafoni ftesat spontane. Balanconi stimulimin mendor me kohën e lirë dhe relaksuese. Praktikat e ndërgjegjshme ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit. Lëreni individualitetin tuaj të shkëlqej, duke ju udhëhequr drejt përparimeve që përputhen me vizione transformuese. Ndikimet kozmike të sotme favorizojnë eksplorimet, lidhjet dhe shprehjet që festojnë rrugën tuaj unike dhe nxisin rritje të gjerë. Peshqit, energjitë simpatike të sotme përforcojnë natyrën tuaj intuitive, ndërsa Neptuni rrit empatinë, përshtatuni me instinktet tuaja për udhëzim. Kjo mund të ndihmojë si në sferat personale ashtu edhe në ato profesionale. Në punë, qasjet tuaja imagjinative ndaj sfidave mund të japin zgjidhje krijuese që fitojnë njohje. Komunikimi është i rrjedhshëm dhe puna në grup rrit produktivitetin. Në marrëdhëniet personale, ndjeshmëria juaj nxit lidhje të thella. Partnerët dhe lidhjet e ngushta vlerësojnë mirëkuptimin dhe dëmshurinë tuaj. Beqarët mund të tërheqin shpirtra me mendje të ngjashme që kërkojnë thellësi dhe emocione. Financiarisht, sot ka të bëjë me ruajtjen e burimeve. Merrni në konsiderat rregullime të vogla për mbështetje të qëndrueshme. Balanconi introspeksionin me shprehjen e jashtme. Aktivitetet artistike ose studimet shpirtërore ofrojnë rrugë për çlirim emocional.
Angazhohuni me mjedisin tuaj natyror për të fuqizuar dhe për të rimbushur. Meditimi dhe praktikat reflektuese sjellin qartësi dhe paqe. Përqafoni ndjenjat ushqyese që përforcojnë forcën emocionale. Gatishmëria juaj për të mbështetur të tjerët sot lulëzon në lidhje shpërblyese, duke ushqyer si shpirtin tuaj ashtu edhe ata përreth jush. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.